Cilat janë aktivitetet e fundit, me që po flasim tash për edhe për pozitën të cilën ju e keni momentalisht, cilat janë angazhimet e fundit në post në Kumanov? Në qoftë se më lejoni kështu të flas veçanërisht për Kumanovën, aktualisht jemi duke përgatitur planin për rekonstruimin e objektit postës Kumanovës, i cili do të jetë një objekt, mund të them, me gjitha parametrat dhe investimi do të jetë model europian, që më herët nuk ka qenë. Është evidente se në postën e Kumanovës deri tani nuk kemi pasën investime që nga vitet e 80-ta. Këtë më kanë dëshmu edhe të punësuarit në postë që i kemi në drejtori. Dhe po mundohem që të kryej kushte sa më të mira dhe të ketë shërbime më efikase për qytetarët. Tani momentalisht, si e shihni ju situatën në postë? Gjendja në postë në fillim tash bojnë 10 muaj që jam drejt në krye të postave të Maqedonisë së Veriut. Nuk ka qenë aq e mirë. Kemi pas probleme të vazhdueshme në post, duke fillu nga keq menaxhimi, duke fillu nga mos renditja e mirë në vendet të punës të punëtorëve, deri tek probleme të shumta të cilët janë në vazhdueshmëri çdo ditë ndryshe për shkak se ne kemi 330 pika postare dhe kemi diku parafërsisht 1900 deri 2000 të punësuar. Duke marrë parasysh këtë numër të punësuar, edhe problemet janë më të shumta. Ju si drejtori i qendrave të postës në Republikën e Maqedonisë, desha të di se ku asni më shumë vështirësi, në cilën pjesë administrative keni më shumë? Në qoftë se flasim për pjesën e të punësuarve apo administrative, tash mund të ndoj në dy pjesë. Problemet janë në mos investimin e vazhdueshëm apo në mos mirëmbajtjen e mirë të postave. Kemi pas në probleme si në parkun e veturave, në mos pasjen e kushteve elementare për t'i kryer shërbimet postare, duke vazhduar deri te pjesa e të punësuarve ku momentalisht jemi duke punu pjesën e sistematizimit, ku kemi mbi 35% administratë, e cila e stërngarkon funksionimin e postës dhe nuk e lejon që të kryhen detyrat në mënyrë të rregullt, për shkak se në të kaluarën nuk është bë asnjë punësim në pjesën teknologjike ku duhet kryen shërbimet, por të gjithë kanë menduar se duhet ta zonë një vend pune në administratë dhe më pastaj vjen defekti që nuk mund të funksionojë edhe posta.